Niveli i lartë i korrupsionit në vend ekziston ende dhe situata me këtë të keqe sociale është përkeqësuar në 10 vitet e fundit. Kështu ka treguar analiza e Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, prej ku thotë se përqindja e korrupsionit në vendin ton është afërsisht e njëjtë si në vendet e rajonit. Минатата година за целиот регион укажува на се уште високо ниво на коруптивен притисок, односно на многу луѓе им се бара мито. Во регионот е просекот некаде 33%, кај нас последната е 31%. Со тоа што исто така многу луѓе даваат мито, во регионот е 31%, значи многу е мал отпорот на корупција. Речиси 90% од тие што им било поварани даваат мито. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Erben Fetai konfirmoi se rol të rëndësishëm ka sektori jo qeveritar në luftën kundër korrupsionit. Kemi rithemeluar Këshillin për bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, ku natyrisht një prej fokuseve të këtij trupi punues do jetë përgatitja e strategjisë së re për shoqërinë civile dhe përgjigjet që duhem t'i sjellim si qeveri ndaj sfidave që sapo i diskutova, pra të kemi një shoqëri civile rezistente, të qëndrueshme dhe e cila mund të llogarisë në financim stabil. Zëvendës ambasadori i delegacionit të BE-s Ben Nupnau tha se korrupsioni është problem serioz në Maqedoni, gjë që është theksuar edhe në raportet e komisioneve europiane për avancimin e vendit. While corruption is an issue that needs to be addressed first of all by high-level political leadership, it is not only this that can make us win the fight against corruption. We also need civil society engagement in this respect. Civil society and citizens need to act as watchdogs and ask for transparency, ask for accountability. Qeveria përsëri e rikrijoi Këshillin për Bashkëpunim me OJQ-t, me këtë sektori jo qeveritar mund të mbështetet në financim të qëndrueshëm dhe në këtë mënyrë ky sektor të jetë më i qëndrueshëm për të përballuar sfidat e reja.